njerëzve që i bën nuse, kështu apo për qef? Jo, po unë kam fitimet e mia. Herë. Bëjmë nuset neve. Se mos ke nga këto nuse ti për shembull që i thu dakord, vjen ajo në shtëpi, merr pagesën ti marratisën dark më ja çon Mojsis nesër. Jo, faleminderit, jo, ti tash do marrësh që këtu ti edhe do ta çosh shtëpi e do më thuaç më do la fosni të dy ku ta di unë tërë, do të thotë që jemi dakord të dy bini dakord juve. Po? Aty kur bini dakord juve, do jap Haxhiliqit. Çfarë do na japësh? Kapari, Haxhiliq, një Haxhiliq mua. Sa e ke kështu, e ke si çmim fiks apo? E kam si çmim na 1000 euro dua unë, ose pound na 1000 ose dollar ose çfarë tjetër. Jo. Po kështu për shembull, se unë Mire si çmime. Po 1000 euro janë as si gjë më nëna, po për zotin. Do jap gjithë të dajaki. Po tu jap gjithë të dajaki. Po, jam shumë dakord, për zotin. Jap gjithë të dajaki çupun. A jep faturë për shembull ti kur t'jap lek ton që apo jo, veç kështu. Tash i dash edhe fatura ti nuk po të kuptoj unë ty. Po pse nuse ti do ta jap? Me faturë do ta jap nuse nuk do jap. Kur ta jap ty nëse të dashun këtë do më jap faturën e lekëve tash më. E te provën. Për zotin jam do të pyeta mamën nëna mos ma merr për kesë, po bëj. Po vazhdo, se të po dëgjoj. Të di se si funksionon më, por prandaj po të pyes. A jep fatura, a ke garancia? A ku digjon, a thjesht merr lekë? Po të përpiqeni ju të dy me njëri tjetrin, ç'a garancie do meti? Ora prandaj po të pyesem për shembull, a kupton? Po të përpiqeni me njëri tjetrin, nuk ka nevojë fare për garanci, mendoj unë. Mendoj unë. Po kështu për shembull, a ka ndonjë farë kohë për shembull që mund ta marrën 2-3 ditë për provë ose 4-5 ditë? Jo, ato lere do ti. Do flisnin në telefon ju me njëri tjetrin. Po. Do flisnin në telefon, do bëni muhabetet të gjera të gjata juve, do qelloni në muhabetet me njëri tjetrin, më thoni jemi rregull neve dy. Jeni rregull juve dy. Ne ma atë Haxhiliqin mua do them. Po. Ti ç'a do bësh ti pse? Një ta futur krahun në sajt e një tikur. As lek do më jap ças gjë. Po për kokë familjes e nëna unë do betova në fillim, për kokë familjes jam do të bëm muhabet tamam tash. Leje të bëjmë shaka. Po sa ma kam bërë kështu, nuk ke parë gjetje, disa kam i fletuar. A ke PayPal nëna, do me ti çu lek para dhënie për çef, bëj çfarë dush. Sa PayPal thotë, nuk marr vesh në PayPal tu, nuk marr vesh në PayPal tu. Po me ti çu lek para dhënie, po s'ka lezet se unë për shembull jam tip hakmar, si do t'japim do ma gjet, do dal do të shaj këtu, moj nëna ti ke qenë kështu, ti ke bë kështu, ti në kooperativës ke bë kështu, fliqun flas kot. Unë po deshe ti çoj lek që sot, që nesër.